Ish generali i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kryetari në ardhje i Skanderajt Sami Lushtaku ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën gjithkombëtare që do të mbahet në Tiranë sot në mbështetje të ish kryerëve të UÇK-s që po mbahen në paraburgim nga Gjykata Speciale në Hag. Përmes një postimi në Facebook, Lushtaku tha se kjo protestë është një thirrje për të vërtetën dhe drejtësinë, ndërsa ndau një kujtim të veçantë nga e kaluara. Në këtë thirrje për drejtësi dhe dinjitet kombëtar, më kujtohet fotografia e vjetër me grupin e themeluesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në qendër të Tiranës, në krye me komandantin legjendar Ademian Shari, një dëshmi e besimit tonë të palëkundur për liri e drejtësi, shkruajnë ndër të tjera në rrjetet sociale. Kreu i shërbimit informativ kombëtar Fatos Klosi teksta komentonte debatin e Rama Kurti për protestën pro UÇK-s që do të zhvillohet në Tiranë, zbuloi edhe disa të pathëna nga betejë UÇK-s. Klosi rrëfeu se në një nga tentativat e Hashim Thaçit për të ardhur në Shqipëri gjatë luftës, Shiku mori informacione se komandanti kishte mbetur i vrarë në përpjekje për të kaluar kufirin, i cili kontrollohej nga forcat serbe. Unë se di që ka ndodhur në një qytet, në këtë datë, në atë datë, unë kam opinionet e mia për ata njerëz që kam bashkëpunuar me ta, i kam adhuruar madje në një farë mënyre sepse po sakrifikonin veten, e di mirë që po sakrifikonin. Hashimi Biles një herë u quajt se ishte vrarë në kufi, pastaj doli se jo, ishte një tjetër, ishte ngatruar, nuk janë aq budallënj, unë i njoh për njerëz të mençur që të binin në pozita të tilla që të ishin kriminal, kur po afrohej liria vendit të tyre dhe heronjt ishin ata, nuk ishte asnjë kuptim, zbuloi Klosi. Në atë periudhë që akuzohen nga mesi i 98-s deri në mesin e 99-s, këta ishin heronjë dhe nuk ishin asnjë arsye që fundja të mbështesnin dikë në një krim. Absolutisht nuk e kanë lejuar, po aq mundësi kishin. Ato ishin mundësit. Unë them që situata deri këtu pse nuk ju dolën prokurorëve ato që mendonin, e nisën me Dik Martin, e nisën me shumë dëshmitar kosovar që për arsye personale për probleme të ndryshme dikujt i është vrarë vëllai, se thash se kujtoni se kështu po merrin hak, dolën që ishin dëshmi të reme, prandaj dhe u mbyllën ato. Gjoja për t'i mbrojtur, po mbyllën për të parë se dëshmit ishin, të paktën ato që kanë qenë të hapura, kanë qenë, deri njëri që thoshte i kanë hedhur krip. Më vjen mirë që dëshmitarët e mbrojtjes dolën apo që dolën, janë personazhe të rëndësishme, mund të them unë që si kanë quajtur kur terrorist, i kam quajtur heronj dhe ja dhuroja, me thënë të drejtën, kishin rastin të bënë një gjë të madhe për vendin e tyre, por amerikanët ishin pak të qartë e të ftohtë, domethënë amerikanët britanikët, sepse nuk bashkëpunonin me terroristët. Për mua ka dështuar ekipi i prokurorëve atje, u nisën me zhurmë të madhe dhe kanë dështuar dhe tani do përpiqen të justifikojnë dëshminë e tyre. Situata në Kosovë nga mes fillimi i bombardimeve është maj, nga fillimi i bombardimeve deri në qershor, që është akuza, në maj filluan bombardimet deri në qershor të 99-s, që është periudha e akuzës. Natyrisht ka qenë një situatë e turbull në Kosovë, një vend që po kalonte nga një sistem nga një vend i okupuar në një vend në forcat e NATO-s, që jepte një shpresë shumë të madhe që do të përfundonte në pavarësi. Pra, çështja nuk është a e kanë vrarë, po çështja është diskutime, atje është që UÇK-ja ishte një strukturë dhe ishte më e organizuar mënyra se si vinin urdhrat nga UÇK-ja. Kjo po diskutohet në Hag. Jo a u vran, as u vran, se edhe mund të jetë, edhe janë vrarë forcat e NATO-s, e konsideronin që ishin ata që kishin përgjegjësinë për sigurinë në Kosovë. S'kishte më kuptim që UÇK-ja të qëndronte armatosur, u bë një mbledhje atje. Unë konstatova që shumica e komandantëve të zonës për herë të parë takuan njëri tjetrin, nuk e kishin takuar se e kupton zona ku luftohesh që ishin një zonë në territor të ushtrisë serbe, nuk është se lëviz Nikolaj, rrëfeu Klosi. Ai shtoi më tej se këta njerëz që akuzohen sot në Hag i ka njohur personalisht, sipas Klosit. Është bërë një përpjekje 2 javore për të bindur komandantët e UÇK-s që të dorëzojnë armat pas luftës dhe në lojë kanë hyrë amerikanët. Unë këta njerëz i kam njohur personalisht, ne i mbanim heronj edhe gjatë luftës, sepse ata kanë sakrifikuar, nuk janë nga ata general që rrinë në një shtab edhe vritën ushtarët poshtë. Edhe këta kanë kaluar disa hera të kufirin që ishte vërtet shumë i vështirë, që kanë ardhur në Tiranë, kanë shkuar në takime ndërkombëtare, domethënë kanë qenë vetë të rrezikuar.
Ramushi, një nga më të shkathit, por edhe ky Selimi është komandant i një zone ku është luftuar seriozisht, ndërkohë që Hashimi dhe Kadria kanë qenë politikan. Kadria ka qenë shef i shërbimit informativ, po politik bëhej edhe atje, pra nuk janë këta njerëz që kanë qenë në luftë të burr. Pastaj nuk e imagjinoj dot që dikush prej tyre të ketë tërhequr këmbëzën. Ata po akuzohen që pse ushtria çlirimtare e Kosovës në luftë në fund të luftës dhe disa muaj nga akuza është mbas hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, kur përgjegjësia ishte më. Unë kam qenë dëshmitar i përpjekjeve që u bën për ta çarmatosur UÇK-n. U bë një takim i madh në shtabin e përgjithshëm, pastaj morën amerikanët, i çuan të gjithë komandantët atje në Amerikë, i mbajtën 2 javë për t'i bindur Kosovën dhe e qenë të sinqertë se akoma ata po e mbrojnë Kosovën. Nuk është ushtria e Kosovës ajo që jep garanci në Kosovë, është NATO që jep garanci, tha Klosi.